Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vetëm një lugë vaj ulliri në ditë dhe do i thoni lam të mirë këtyre problemeve. Artriti reumatoid është një sëmundje autoimunitare e cila prek miliona njerëz në botë. Kjo sëmundje është 2 deri në 3 herë më e përhapur tek gratë se tek burrat. Pacientët të cilët vuajnë nga kjo sëmundje zakonisht marrin medikamente kundër inflamacionit siç është aspirina apo paracetamoli. Studimet mbi kura dhe gjithashtu trajtimet për artritin dhe reumatizmën janë të vazhdueshme, por kohët e fundit sipas të dhënave shkencëtare po marrin në konsiderat rolin antiinflamacion të vajit të ullirit. Sipas tyre, vaji i ullirit mund të jetë po aq i dobishëm sa një dozë ditore e ibuprofenit apo ilaçeve qetësuese. Studiuesit kanë zbuluar një substancë të vajit të ullirit të quajtur oleokantal. Kjo substancë është identifikuar si përgjegjëse e shumë prej vlerave antiinflamacion të vajit të ullirit. Ajo gjithashtu luan një rol të antioksidantëve që lufton radikalet e lira në organizëm. Përdorimi dhe gjithashtu vaji i ullirit ndaj artritit. Studiuesit kanë treguar se një sasi prej 4 lugë gjelle me vaj ulliri furnizon trupin me sasi të bollshme të oleokantalit. Nga ana tjetër, shumica prej nesh e përdorin vajin e ullirit në pjatat e shijshme që përgatisin, por në fakt, në qoftë se ju e pini atë, do të keni akoma dhe më shumë përfitime. Është i njohur gjithashtu edhe për efektet pozitive që ka në zemër, por mrekullitë që mund të bëjnë në trupin tonë shkojnë përtej kësaj. Brightside thot se ideja e një lugë vaji ulliri në stomakun bosh mundet që të tingëllojë disi e çuditshme, por mund të bëjë shumë për trupin tuaj dhe ka efekte të mahniqme, si edhe ja vlen që ta provoni. Shndërron lëkurën tuaj. Vaji i ullirit është një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike dhe mundet të jetë edhe pjesë e dietës tuaj. Ai redukton gjithashtu skuqjen dhe ëndjen dhe mund të shmangë për një kohë të gjatë rrudhat në fytyrën tuaj. Vaji i ullirit ka veti tepër të fuqishme antibakteriale dhe gjithashtu shërben si një dezinfektues natyral. Mund t'ju ndihmojë që të humbisni në peshë. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete mesdhetare e cila është e pasur me vaj ulliri ka një efekt tepër pozitiv në peshën e trupit. Më shumë se 180 njerëz morën pjesë në një studim 3 vjeçar i cili provoi se vaji i ullirit ndihmoi që të humbisni në peshë. Është i mirë për trurin. Të konsumosh rregullisht vaj ulliri gjithashtu ju ndihmon për të hequr të gjitha grumbullimet e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka munden që të shkaktojnë sëmundjen Alzheimer, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit të cilët konsumojnë rregullisht vaj ulliri kanë një kujtesë më të mirë sesa ata të cilët mbajnë një dietë me pak yndyrë. Përmirëson gjendjen e kockave. Njerëzit të cilët vuajnë nga artriti reumatoid munden që të përfitojnë nga konsumimi i vajit të ullirit. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3. Përbërjet të cilat gjenden në vajin e ullirit përmirësojnë dhimbjen e kyçeve dhe ngurtësinë e mëngjesit i cili shkaktohet nga artriti. Zvogëlon inflamacionin. Pasurimi i dietës tuaj me vaj ulliri dhe ushqime të tjera me acide yndyrore omega 3 zvogëlon inflamacionin në trup. Kjo nga ana tjetër mundet që të ndihmojë në parandalimin ose shërimin e problemeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuara nga inflamacioni. Është i mirë për zorrët.
Disa lloje bakteresh të cilat jetojnë në stomakun tuaj zakonisht munden që të shkaktojnë ulcer të stomakut. Vaj i ullirit është provuar gjithashtu se lufton bakteret dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 gram vaj ulliri në ditë mundet që të shkatërrojë bakteret të dëmshme në më pak se 14 ditë. Kontrollon gjithashtu sheqerin në gjak. Vaji i ullirit mundet që të jetë sekreti për uljen e nivelit të glukozës në gjak. Ai e mbron trupin tuaj nga diabeti tipit 2 dhe mundet që të zvogëlojë rrezikun e tij me mbi 40%. Përfitimet shëndetësore të cilat vijnë nga konsumimi i vajit të ullirit janë fantastike për të gjithë organizmin. Jo më kot cilësohet si ilaçi i gjatësisë. Në këtë video ju do të mësoni një recetë natyrale mirëbërëse për të gjithë organizmin dhe efektive për disa probleme shëndetësore në veçanti. Kjo kur natyrale ka të bëjë me konsumimin e 3 lugë gjelle vaj ulliri në ditë dhe ndihmon jo vetëm për të patur një organizëm të fortë, por edhe për parandalimin dhe trajtimin e disa problemeve shëndetësore. Redukton tensionin e lartë. Falë përmbajtjes të polifenoleve dhe të acidit oleik, vaji i ullirit ndikon pozitivisht në reduktimin e tensionit të lartë të gjakut. Ndaj dhe konsumimi i 3 lugë vaj ulliri në ditë ndihmon në parandalimin e hipertensionit. Ndihmon sistemin tuaj tretës. Vaji i ullirit mbron shëndetin e stomakut duke reduktuar aciditetin, duke ndihmuar në aparatin tretës dhe në mirë funksionimin e tij. Përthithja e kalciumit dhe magnezit. Kalciumi dhe magnezi janë jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm për shëndetin e organizmit. Sipas të dhënave, vaji është një ndër produktet fantastike që e ndihmojnë trupin në përthithjen më të mirë të kalciumit dhe magnezit që marrim përmes ushqimit. Problemet me zemrën dhe kolesterolin në gjak. Konsumimi i 3 lugë gjelle vaj ulliri në ditë ndihmon në zemrën tuaj që të jetë më e shëndetshme dhe e fortë dhe do t'i kryejë normalisht funksionin e saj. Vaji i ullirit gjithashtu ndihmon në uljen e nivelit të lartë të kolesterolit në gjak, ndërsa përmirëson nivelin e pH-it në trup. Parandalon plakjen dhe rinon lëkurën. Përdorimet e vajit të ullirit në industrinë e kozmetikës janë gjithashtu shumë të rëndësishme. Si një antioksidant i fortë, vaji i ullirit ndihmon në parandalimin e plakjes, trajtimin e rrudhave si edhe mbajtjen e një lëkure të freskët dhe mërinore, si edhe elastike. Ndërkohë, duhet të keni parasysh se një mënyrë shumë e mirë e marrjes së vlerave të vajit të ullirit është edhe marrja e tij përmes ushqimit, duke e përdorur në gatime të ndryshme nga sallata, supa dhe deri tek gjella. E rëndësishme është që ta përfshini vajin e ullirit sa më shumë në regjimin tuaj ushqimor për të patur përfitime të jashtëzakonshme prej tij, si edhe më e mira do të ishte të konsumoni të paktën një lugë gjelle çdo mëngjes me stomakun bosh. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit këshillohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona. Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!